Atmosfera në shtëpi ishte e rënë. Ajri dukej sikur nuk qarkullonte më lirshëm, sikur çdo frymëmarrje mbante brenda fjalë të pathëna, inate të mbledhura dhe ego që kërkonin të shpërthenin. Ludo ishte ulur në tryez, I qetë në dukje, por sytë e tij tregonin se po analizonte çdo lëvizje përreth. Limi este nervoz, me hapa të shpejt, sikur energjia brenda tij nuk po gjente dot dalje, pa pritur. Ai u ndal përballë Ludos, tu hap bythësh, I tha, pa filtra, pa diplomaci, me një zë të trash dhe të mbushur me arrogancë. Disa banorë ngritën kokën. Heshtja ra si perde e rënë, unë jam djali më I mirë në Tiranë, vazhdoi Limi, duke goditur gjoksin me dorë. Jetën që bëj unë, nuk e bën askush në Tiranë. Askush. As ti, as ata që rrinë e gjykojnë nga divani. Ludo nuk reagoi menjëherë. Ai e pa drejt në sy, pa u ngritur, pa u nervozuar. Pikërisht kjo qetësi e tij ja acaroi edhe më shumë Limit, e sheh? Tha Limi. Rri aty si filozof. Po jeta nuk është teori, Ludo. Jeta është rrugë. Është risk. Është të jesh dikush. Po kush je ti? E pyeti më në fund Ludo, me zë të ulët, por të mprehtë. Një djalë që flet shumë për veten, apo dikush që e provon me vepra? Kjo fjali ishte si shkëndi, unë I provoj çdo ditë, shpërtheu Limi. Ti se ke idenë çfarë kam bërë unë jashtë. Ti se di çfarë jetë kam unë. Unë nuk kam ardhur këtu për të ulur bukur e për të bërë moral. Ai filloi të este sërish, duke folur me duar, me trup, me gjithë veten. Ju këtu mendoni se jeni dikushi sepse flisni bukur. Po jashtë. Jashtë jeta nuk pyet a flet bukur. Pyet a je I fortë. Ludo u qua ngadalë. Jo me nerv, por me një vendosmëri të ftohtë. Forca, tha ai, nuk është të bërtasësh. Nuk është të shash. Dhe nuk është të thuash, unë jam më I miri. Forca është të mos kesh nevojë ta thuash. Limi qeshi me ironi, po ti je I dobët, o Ludo, ja ktheu. Ti je rehat. Unë jam zjarr. Unë jam kaos. Dhe njerëzit si unë bëjnë histori. Jo, ja ktheu Ludo. Njerëzit si ti bëjnë zhurmë. Histori bëjnë ata që din të mbajnë veten. Debati kishte kaluar nga personal në ideologjik. Nuk ishte më thjesht një përplasje karakteresh, por dy mënyra të ndryshme për të parë jetën. Unë nuk jam ardhur këtu të më mësoj dikush si jetohet.